Gjykata e Tiranës ka dënuar me 16 vite burg Ilir Beqarajin, i akuzuar për vrasjen e Gentian Bejtjes, të ekzekutuar me 71 plumba në shtëpinë e tij. Ai ka përfituar nga gjykimi i shkurtuar me 1/3 e dënimit. Ilir Beqaraj akuzohet se ka pasur rolin e ndihmësit në këtë ekzekutim mafioz të kryer në bashkëpunim. Ndaj tij rëndojnë veprat penale, vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe falsifikim dokumentesh. Sipas hetimeve, Ilir Beqaraj, i cili i përdorte dhe mbiemrat Brahimi dhe Mançellari në kohë të ndryshme përpara kësaj ngjarje, me mjetin e tij ka qenë në afërsi të vendit ku ndodhej banesa e Gentian Bejtjes, detaj i cili sipas hetuesve është provuar nga kqyrja e GPS-it të automjetit të cilën e kishte marrë me qira. Po ashtu nga akti i ekspertimit biologjik të ADN-s është konkluduar se automjeti i markës Volkswagen Golf me ngjyrë të zezë në pronësi të Edison Haxhiu, po ashtu i arrestuar, është përdorur nga autorët për t'u larguar menjëherë pas djegjes së automjetit Land Rover që u përdor në krim. Mjeti u doq në fshatin Hasan, ndërsa nga verifikimet e kryera u përftua profil gjenetik i Ilir Beqaraj dhe Flodian Plaku, që mendohet se kanë pasur rol në ekzekutimin e Gentian Bejtjes. Gentian Bejtje u vra në Larushk në Fushkruj në mars të vitit 2024 brenda rrethimit të banesës së tij me breshëri automatike nga 4 persona. Para ngjarjes, Bejtja i kishte mbijetuar 3 atentateve.